Ky është ogori qendror I pallatit mbretëror të Patanit në Nepal. Ajo që vjen sy janë pyet e punuara, imazhet e grave, nuk e di pse, dhe sidomos mbështetet mbi duar. Ka shumë duar grash. Po të vini re, çdo skulptur ka një numër papunë duar. Është ogori ku zhvillohen ceremonitë. Kemi parasysh që Nepali ka qenë një mbretëri e vogël, aktualisht është republikë dhe ky është pallati I vjetër I Patanit. No, not you, not. Durbar Square, atë Bhaktipur, pra një qytet në periferinë e Nepalit, I cili ka qenë kryeqyteti I parë I Nepalit. Po vini re është pjesa e pallatit mbretëror, që është shumë interesante me disa nga templi kryesor. Më tutje është këmbana, e cila kur bie lajmëron pra një event të rëndësishëm nuk dihet nëse ai është për mirë apo për keq, pra nëse është gëzim apo lutje. Është shumë interesante dhe hyrja e fortë të saj. Ky është tempulli I Bhaktapurit, pra ky është qyteti I Bhaktapurit, ky është tempulli me 5 kate, një nga më interesantët e Nepalit. Është me 5 kate sepse ndërtohet pas fuqisë. Njeriu konsiderohet më fuqishëm, elefanti, hinduanët, kryen dhe perëndit e tyre në majt. Është një prej pasurive më të mëdha të Nepalit, I shoqëruar nga ky templull turval, I cili është më I vonë dhe nuk ka simbolikën e tempullit me 5 kate. Ndërkohë që rreth rrotull sheshi vetëm I njëjti prej disa dhjetra vite.